O i ri dhe e re, zemra jote është ende e gjallë, mos e lër të ngurtësohet nga gjunahet. Allahu të fton çdo ditë të kthehesh, edhe nëse i larguar 1000 herë, sepse ai është më i mëshirshmi, ai që gëzohet kur robi i tij pendohet. Mos e humb kohën duke ndjekur hijet e dynjas, sepse ajo të mashtron sot dhe të lë vetëm nesër. Ngrihu, pastroj shpirtin tënd me pendim. Forcoj zemrën me namaz dhe ndriçoj rrugën me Kur'an. Mos ki frikë nga sprovat, sepse çdo vështirësi që të vjen është një shkallë më lart te Allahu yt. Kujtoje se shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin të rinj si ti, por e mbushën botën me dritë. Edhe ti mund të bëhesh shembull, mund të jesh thirrësi që ringjall moralin dhe drejtësinë në këtë kohë të turbull. Mos prit nesër, filloje sot, sepse vdekja vjen papritur, por xheneti është për ata që garojnë sot. Ji prej tyre dhe Allahu do të hapë për ty dyert që s'imaginon. Dhe mos harro, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i friksohet Allahut, ai do t'i japë rrugdalje.